Vej, aku jemi prapë bashkë dashur miq. Unë në fillim të emisionit thash që në pjesën e tretë do të kemi kënaqësinë që në studion tonë do të na bashkangjitet profesoresha, doktoresha Venera Berisha Muharremi, mikja e emisionit Familja Jon, një prej kontribueseve që nga fillimi kur Familja Jon ekziston, qoftë për pacientët e saj, qoftë për shikuesit tanë. Problemet endokrinologjike janë të mëdha, janë fushë gjerë, po çdo herë ka qenë aty, nuk ka hezituar për të kontribuar në secilin hall tuajin e në secilin pyetje tuajin për të qenë e gatshme me u përgjigj, qoftë përmes portalit Familja Jon, qoftë përmes emisionit Familja Jon. Një prej risive që do ta marrim vesh edhe gjatë bisedës që ndodh vetëm në pak vende të botës, e që fatmirësisht vjen edhe në Poliklinikën Endomedika tash e sa vite, doktoresha Venera ka sjellur në Prishtinë. Sidomos gjatë prezantimeve në kongreset e shumta e ka vendosur Kosovën në vendin e 5 për nga rëndësia e trajtimit të këtij problematike. Do thuani ju çfarë problemi? Ata që kanë probleme me tiroidën dhe me nivelin e ulët apo me Hashimoton siç njihet tashmë, do të kenë mundësinë të marrin përgjigjet dhe të informohen sa më saktë për një prej super trajtimeve që quhet, unë po e tham një herë sepse doktoresha do të na sqaroj, fotobiomodulimi apo trajtimi me laser i tiroiditit autoimun Hashimoto. Një trajtim jo invaziv, jo i dhëmshëm, por se çka bën dhe pse rekomandohet dhe cilat janë rezultatet, i kuptojmë nga profesoresha, doktoresha Venera. Mirë se erdhe, doktoresh. Mirë se ju gjej, Saranda, është si gjithmonë kënaqësi me qenë në shoqërinë tënde. Jo vetëm në emision, po shoqërimi me ty mu m'jep kënaqësi të jashtëzakonshme. Edhe me qenë pjesë e emisionit tënd është nder. Kënaqësia është e gjitha jona, doktoresh. Unë të falenderoj në emër të këtyre atyre që po na ndjekin, që je pavarësisht dinamizmit e gatshme me ardhe dhe me kontribu. Unë e thash që përveç që është rrit numri i personave me probleme të tiroides, sidomos specifikisht po e tham Hashimoton, po ashtu kemi mundësinë me u gëzu, po tham në fatkeqësi, sepse trajtimet, inovacionet, çdo herë që ndodhin në botë, ju kujdeseni që t'i sillni për pacientit dhe po e tham shqip hallegjit e këtij problemi. Tiroiditi Hashimoto numërohet si shkaktar më i shpeshti i problemeve të tiroidës. Dhe është pa që kohëve të fundit numri është shtu jo vetëm te ne, por në gjithë botën. Dhe në studimet e fundit tregohet që jo vetëm smundjet autoimune të tiroidës, po dhe në përgjithësi smundjet autoimune kanë rritje, sidomos pas Covidit. Dhe tiroiditi Hashimoto pra është smundje autoimune e gjandrës tiroide, më e shpesht te femrat, por nuk do të thotë që nuk i prek edhe meshkujt. Dhe shumë është bëhe shpesht kohëve të fundit, jo thash vetëm te ne, po në mbar botën. Dhe çka ndodh me gjandrën, sistemi imunitar i vetë organizmit krijon më tepër se normalisht antitrupa të cilët e sulmojnë dhe dëmtojnë tiroidën. Dëmtime këto që ne i vrejmë me ultraza, me njëherë kur të bëjmë ultrazanin, por edhe këta antitrupa i detektojmë në gjak, kur janë mbi nivel të rritur, dhe në analiza, nëse ato na dalin të rrituna, është një gjatë që na vyn për me diagnostiku dhe në anën tjetër na duhet për me diagnostiku ndryshimet karakteristike në ultraza që i shohim që janë karakteristike për tiroiditin Hashimoto. Dhe në momentin kur e diagnostikojmë që është tiroiditi Hashimoto, pak a shumë e dim prognozën, e dim se çka do të presim. Qoftë me njëherë aty, qoftë në një të ardhme, do të pritet që niveli i prodhimit të hormoneve tiroidës që janë të domosdoshme për funksionim normal të organizmit, do të fillon me na ra. Dhe këto hormone duhen me u kompenzu në mënyrë artificiale me tablet, me hormonin sintetik, analogun e hormonit, në mënyrë artificiale prej jashtë dhe duhet me u zëvendësu të rjetën.
se çfarë doze e zëvendësojmë atë varet nga niveli i hormoneve në gjak që na tregojnë hormone, do të thonë është edhe një hormon i hipofizës, TSH, apo në popullat TSH bile i thojnë shpesh, është thyroid stimulating hormon, i cili ai na dirigjon se çfarë doze duhemi dhe ai na dirigjon se çfarë sasie e hormonit artificial prej jashtë po i vyn trupit për me u kompenzu mungesa. Dhe kështu në bazë të analizave kompenzojmë atë hormon. Ajo që është risi i viteve të fundit, dhe të them, domethënë 15 vitet e fundit më tepër është që është pa që te tiroiditi Hashimoto, pasi është diagnostiku, ka faktor të jashtëm jetësor të cilët ndikojnë në ecurinë e smundjes. Domethënë përpara, kur personi që është diagnostiku me Hashimoto ka shku te endokrinologu, zakonisht e ka marrë përgjigjen e ke këtë smundje, nuk ke çka me bë, duhesh me pi qët tablet të njëjtën, edhe në pyetjen që shpeshherë ma bojnë pacient, a kam unë naj mjekim që më duhet ekstra, ose a kam unë qka kujdes në ushqim, se qka më bën mirë, qka nuk më bën mirë, nga ngritja e nivelit vetdijes. Sigurisht. Do me thonë, në atë aspekt, do me thonë prej mjekut, ose s'ka marrë përgjigje, ose ka marrë përgjigjen që pi qka dushti, këto e ki syne hek, ki me pi tabletën të njëtën, edhe kjo ka qenë fundi bisedës saj përket kësaj smundje. Ka një realitet tash kjo. Tash është ndryshe, do me thonë që ndrimet kanë ndru, dhe është pa që stili i jetës, stili i ushqimit, ka ndikon një jashtëzakonisht shumë dhe duhet marrë këshillat adekuate për secilin individ, sepse individi mundet me pas edhe smundje të tjera, shoqëruese, dhe nuk është rregull që haje e mos e ha këto për secilin, sepse duhet mi analizu edhe çka ka tjera smundje për të cilat duhet nashta diçka me largu, dhe duhet me jap këshilla sepse ushqimi ndikon. Në smundje autoimune të tiroidës, po dhe në përgjithësi, gjitha smundjet autoimune, është pa që ushqimi ka rol shumë të rëndësishëm. Ndikon në menaxhim, doktoresh, apo ndikon edhe në shërim? Ndikon në progresin e smundjes. Se sa shpejt sistemi imunitar ka me dëmtu atë organ që është të sulmu. Këtë rast dhe më thonë për tiroidën. Se sa shpejt ka mu dëmtu, edhe nëse për shembull është në fazën kur ende gjandra po i prodhon hormone mjaftueshëm, po i ka antitrupat e rritur edhe e ka marrë vesh që ka smundje autoimune të tiroidës rastisht. Në analiza që ka bo për me pa gjendjen e përgjithshme, ajo ende nuk ka nevojë mja kompenzu hormonin, por në atë gjendje mundemi me shty me vitet tona. Me vite, po një jetë ma cilësore. Po se para se me dal tek trajtimi me laser, që është edhe tema jonë kryesore, sepse është bo një punë shumë e madhe, po du kronologjikisht, po du mund dalë të detaje të rëndësishme. E tha edhe vetë, e thash edhe unë që është rrit numri i të diagnostikuarve me probleme të tiroides, sidomos të pjesa e Hashimotos. E di që e dallon prej vlerës referencë, doktorish, po sa është ajo që duhet me qenë shqetësuese që duhet me u lajmëruar në këtë rast e endokrinologu? Sa është vlera? Kështu, çka do që është, domethënë çfarë do vlere që është jashtë vlerave referente të laboratorit, ai duhet me u lajmëruar. Qoftë edhe një shkallë e vogël. Edhe nëse është një shkallë e vogël. Sepse edhe nëse është në kufi, na e zëjmë në atë fazën kur kemi që ka bojmë shumë me mbajt në atë gjendje. Dhe pikrisht këtu vjen laseri, ose fotobiomodulimi. Dhe fotobiomodulimi është një trajtim shtesë te tiroiditi Hashimoto që unë kam fillu që sa vite ta bëj. Në përgjithësi të them për fotobiomodulimin, ose trajtimi me dritë të nivelit të ullt, ose me ndryshe që quhet me laser të nivelit të ullt, është trajtim jo invaziv, është trajtim që nuk ka fare efekte anësore, nuk ka dëmtim, dhe i shfrytëzon
dritën e cila është dritë e valëve të kuqe deri infra të kuqe, dhe më thonë me gjatësi valore dikun 600 deri 1100 nanometer. Dhe kjo dritë është vërtetu dhe është aprovu, dhe më thonë prej FDA-s edhe prej EMA-s, është aprovu për shkak se është vërtetu efekti në stimulimin e proceseve qelizore, të cilat kanë si rezultat në nivel molekular, dhe më thonë në mitokondrie të qelizës dhe në nivel qelizor, e rrisin prodhimin e energjisë së qelizës, ose molekulat që i kemi mësu në biologji, ne si mjekën, biokimi, i rrisin prodhimin, sintezën e ATP-s, përderisa modulojnë molekulat ROS, ose molekulat të cilat nëse janë në nivel të shtum, janë përgjegjëse për modifikimin e ADN-s, për nxitjen e kancerit edhe nxitjen e plakjes. Do me thonë, fotobiomodulimi është vërtetu që në nivelin molekular, është vërtetu që e ullë stresin oksidativ, gjë që ndikon në ripërtrirje të qelizës edhe në ndalje të procesit kancerogen të gjitha të qelizave ku i nënshtrohen këtyne valve, dhe në rritje të energjisë dhe funksionimit më të mirë të atyne qelizave. Po, doktorish, a ka një kohë të caktuar ku rekomandohet fotobiomodulimi, për shembull, në fazën kur je diagnostiku, në fazën kur je maketëse në fillimet e smundjes, në fazën kur po don me ullë dozën e hormoneve që përdor, a ka një perceptim të kësaj ideje? Në përgjithësi, do më thonë, fotobiomodulimi ka, do më thonë, dija për fotobiomodulimin është shumë e kamatshme. Mirë po është në organe tjera. Do më thonë, është përdor deri në 15 vitet e fundit kryesisht për ullje të dhimbjes, për shërim të plagëve, për lëndim të nyjeve të sportistët, për ullje të inflamacionit kudo që ka qenë. Dhe viteve të fundit, dhe 20 vitet e fundit, është pa që ka efekt edhe në ullje të inflamacionit, edhe në përmirësim të funksionit të qelizave edhe të smundjet autoimune. Ndërsa, përdorimi për tiroide ka fillu në 14 vitet e fundit. Dhe krejtësisht bëhet për tiroide në 5 qendra botërore. Lider në këtë drejtim janë studimet e Brazilit edhe të Spanjës, pastaj pasojnë me të Anglisë edhe të Stambollit, dhe fundit, pionjeri i fundit jam unë i pesti në këtë drejtim. Dhe shumë është me rëndësi koha kur e fillojmë, atë që the në cilën fazë të sëmundjes. Fotobiomodulimi ndikon në qelizat e gjalla. Ato që ka janë vdek dhe që ka janë shkatru nuk i në gjallë, dhe s'ka ende asgjë që e në gjallë. Do me thonë, sa ma herët, në fazën sa ma herët kur diagnostikohet smundja, ky ka efekt shumë atë madhë në rujtjet që atyne qelizave që janë ende të padamtume, ose që kanë fillu procesin e dëmtimit në ripërtrirje të tyre. Dhe me thonë, nëse qeliza o shkatru, ne nuk mundemi me në gjallë, por sa ma herët me fillu trajtimin, ne e zgjasim kohën që me përmirësu cilësin e funksionit të qelizës. Dhe këtë paka shumë mundemi me pa me ultrazo. Unë në ultrazo, dhe më thëmë para se me fillu trajtimin me fotobiomodulim, e shoh se sa ka shpres trajtimit nëse ajo gjandër është dëmtu, edhe aje ka dozën shumë të madhe të hormonit që e merë artificial prej jashtë, nuk ka pse... Shumë e madhe konsiderohet 100, sa është shumë e madhe? Po, do me thonë, nuk është që varet për pesh, do me thonë, doza e hormonit që e marim, që populata e njohin me emrin Letrox, T4, Eutirox, doza e letroksit, eutiroksit, të 4-shit, cili do prej këtyne, që emri generik është levotiroksin, doza logaritet për kilogram pesh të individit. Dhe nëse shofim që për peshën e ti, a i merr një dozë kogjat madhe, në më dhe gati krejt është të e marrë artificial prej jashtë dhe nuk ka prodhim.
dhe fotobiomodulimi pak pritet aty që ka sukses, sepse është dëmtu pjesa dërmuese e tiroides që mundemi me pa në ultraza. Ndërsa, kur është në fazat fillestare, për shembull, kur antitrupat janë tritun e hormonet i ka ende mirë, ajo gjandër është fillu mu sulmu, po ende po funksionan mirë, në atë fazë është ideale. Sepse zgjasim atë fazë me vitet tona, çka edhe është të ndodhë me pacientat e mi. Jemi të e zgjatë, të e mirë mbajt, faktikisht gjandrën. Edhe kur është doza e vogël, kam pacienta që kanë qenë me dozë shumë të vogël, sa kanë fillu prej ndonjë endokrinolog tjetër, dhe pas fotobiomodulimit e kemi tërheq krejt. Sepse kanë fillu ato qeliza me funksionu ma mirë, ato që janë endet pashkatrume, dhe doza e vogël nuk është më e nevojshme. Dhe në këtë gjendje mundohemi me shty sa ma shumë. E dim që s'mundemi dejmë pa fundësi, po sa ta shty, pa atë është e dëshirueshme. Po, doktorish, pacientat të cilet përna djeken dhe pacientat të cilet kanë sëmundje të tiroides që janë të ndryshme, janë të shumë, po me që po flasim dhe po e ripotencojmë Hashimoton. A mund të bën fotobiomodulimin apo këtë trajtimin me laser të gjithë pacientët që kanë Hashimoto, apo ka specifik për shembull ata që kanë noduse në tiroide ose problematika tjera shtesë që përfshihen në tiroide? Në studimet më të gjata deri tani që janë bë, dhe ato janë thash të Brazilit, është pa që nuk ndikon në përkeqësim të noduseve, dhe në periudhë 12 vjeçare, as nuk kanë pas rritje, as nuk kanë pas alterim ose ndryshim të natyrës prej beninje në malinje të noduseve. Do më thonë, faktikisht kjo neve na lejon që edhe kush ka noduse, të cilët kanë natyrën beninje, lirisht me bo fotobiomodulimin. Mirë po, ne në ultraza pak edhe i këqyrim karakteristikat e noduseve, se kanë karakteristika që munden. Pra, në aspektin e studimeve, edhe në aspektin e fotobiomodulimit që ka dim deri tani, që thash për fotobiomodulimin përgjithësi është prej viteve 60-ta që dihet efekti ti, nuk ka kurfar rrezikshmërie për smundje kancerogjene dhe nuk kemi kurfar rrezikshmërie. Mirë po, duhet me ditë që është një procedur për tiroiden kogja e re, dhe një 15 vjeçar nuk është edhe aq i madh kur të marrim përgjithësi studimet ose terapit që dihen me dekadat tona. Mirë po, ajo që e dim sigurt është që deri tash nuk ka bashkë kurfar efekte ansore, as nuk ka kundër indikacione. Mirë po, dhe e zvoglon inflamacionin, ajo është e vërtetume, e ull nivelin e antitrupave dhe e normalizon TSH-n, do më thënë ndihmon në prodhimin e hormoneve të tiroides prej vetë qelizave të padëmtume të tiroides. Pra në kupton që të gjithë mund ta bëjnë? Me Hashimoto. Me Hashimoto. Do më thënë kushti është me qenë me tiroidit Hashimoto. Dhe tjetra, studimi joni fundit, ku unë jam autore e parë dhe bartëse e, do më thënë, main investigator, hulumtusja kryesore e studimit, ka vërtetu që e normalizon edhe volumin e tiroides, do më thënë madhësinë e tiroides. Është pa që në fazat e para të tiroiditit Hashimoto, edhe të gjithë edhe ankohen, do më thënë ato fazat kur gjandra hala ka qeliza shumë të padëmtuara, ato shumë qelizat që janë padëmtuara, ato duke u munu me kompenzu funksionin e atyre që janë dëmtu, rritën edhe mundohen me prodhu ma tepër. Në analiza i kemi hormonet mirë, antitrupat i kemi të rritun, se veç ka fillu dëmtimi, dhe në ultraza, kur e shofim është gjandra me vëllim më të madhë. Dhe pacienti një prej ankesave thotë si me mazon frymën, edhe e njën që e ka të rritun. Dhe fotobiomodulimi në këtë fazë e normalizon vëllimin duke e përmirësu funksionin e qelizave
të gjandrës, ato nuk kanë nevojë me jap zër, edhe me u rrit, po vëllimi normalizohet edhe prodhimi shtohet. E ndihmon. Dhe thënë, është një proces natyror, sepse është dritë e cila nuk thuhet rasisht nuk ka jetë pa dritë. Dhe kjo dihet prej se ekzistojmë. Dhe sikur se procesi i fotosintezës që e kemi mësu në biologji, që bima nuk mundet me jetu pa dritën, edhe kjo është shfrytzu edhe në këtë trajtim. Fotonet, të cilat jipën përmes pajisjes në qeliza, prej receptorëve në mitokondrie, absorbohen dhe ato fotone bëjnë që i mi jap qelizës energji dhe me ja ullë molekulat të cilat bojnë dëmtimin e vetë qelizës. Në këtë mënyrë pra e nëzit procesin e regenerimit qelizës, e ullë inflamacionin dhe e përmirëson vaskularizimin e qelizave. Ky trajtim me laser, doktore, që po flasim, ka cikël përdorimit? Është për shembull 6 cikle, 10 cikle, 1 javë, 2 javë, 1 muaj? Si funksionon, apo varet prej pacientit? Ne jemi antar të shoqatës botërore të fotobiomodulimit. Unë jam antare dhe kom pasën nderin në Londër në kongresin e fundit që e mbajti shoqata botërore e fotobiomodulimit me qenë udhëheqëse e sesionit për smundje autoimune, do të thënë të përdorimit të fotobiomodulimit për smundje autoimune, dhe kom pas prezantimin, pra kam qenë invited speaker i kongresit ose folse e ftuar e kongresit për fotobiomodulimin të gjëndra tiroide. Dhe në këtë shoqat bëhen protokollet ose aprovohen protokollet, shkruhen dhe punohet në to për secilën smundje se si duhet apliku seancat dhe të gjitha. Ne jemi duke u punu, dhe më thonë, në protokollin e fotobiomodulimit të gjëndra tiroide, dhe protokolli jonë që jemi duke zbatu këto 5 qendra, është që bëjmë, dhe më thonë, 2, eventualisht 3 seansa në javë, dhe për herë të parë bëhen 6 seansa për me mbri efektin fillestar. Se pastaj si bëhet mirëmbajtja, sepse efekti i fotobiomodulimit nuk zgjatë përjetshëm, si kurse veç smundja që është kronike, edhe trajtimi duhet me qenë gjithmonë. Dhe pastaj vazhdojmë me mirëmbajtjen. Dhe është pa që efektet të njëjta jep, edhe nëse bojmë një seancë në 3-4 muaj për mirëmbajtjet më të utjeshme, ose nëse përsëritet ky lloj trajtimi prej 6 seancave në kuadër të 2 deri 3 javë, nëse përsëritet një herë në 6 deri 1 vit, 6 muaj deri në 1 vit. Do të thonë është pa efekti i njëjtë, qoftë nëse e bojmë kohë pas kohe, çdo 3-4 muaj nga një seancë të fotobiomodulimit, qoftë nëse e bojmë 2 herë në vit ka 6. Do të thonë efekti edhe në nivelin e hormoneve, edhe nivelin e antitrupave, edhe ndryshimin e volumit të tiroides, është pa që vazhdon me qenë i njëjtë. Zakonisht kur vendosim me trajtu në emision një trajtim specifik shëndetësor, e hulumtoj edhe e shikoj. Më kalon shumë përshtypje, të doja shumë që ta ndash edhe me shikus tonë, më kalon përshtypje përveç që e përmende hulumtimin ku ke qenë hulumtusja kryesore, përveç që e përmende prezencën tënde si folse e ftuar, përveç që e përmende që Endomedika në Kosovë është një ndër të 5 që janë në botë që e përdorin fotobiomodulimin, ke pas edhe shumë kongrese, shumë konferenca, shumë tema, shumë punime që ke prezentu, por edhe që ke marrë pjesë pikërisht me studimet ma inovative të këtij trajtime që po flasim na sot. Kjo e bën edhe ma serioze, edhe ma profesionale, por edhe ma të besueshme si trajtim. Saranda, thash që ne jemi pioner, 5 faktikisht, 5 qendra pionere për këtë punë në mbar botën, dhe momentin që
publikohet diçka në lamin e fotobiomodulimit, të gjithë që bota që miren me fotobiomodulim i kanë sytë ka te. Dhe ftesat me njëherë, kur ka dalë publikimi i parë, që e kemi bo bashkëpunim me partneret e mia në Londër, se qendra ime bashkëpunoj me qendrën në Londër, dhe momentin kur është bo publik në revist prestigjioze, i rezultateve tona, kanë vërshu ftesat. Ftesat në të gjitha konferencat dhe kongreset që miren me përdorimin e laserit në mjekësi. Sepse ka qenë një inovacion që gjithë bota donë me pa rezultatet dhe me ndigju prej dorës parë. Që me fillu qenë një knatësi e jashtëzakonshme. Shumë ftesa kom pranu, po dhe shumë kom refuzu. Sepse është e pamundshme me punu edhe në fakultet, edhe në qendrën klinike universitare, edhe në ordinancën, në endomedika, edhe me u marrë me studime, edhe me shku në krejt ato kongrese ku më kanë ftu. Dhe me thonë, kanë qenë minimum vitin e kalum, për 2025, nga 3 kongrese në muj që kom qenë eftume, nuk kom mujt krejt mi pranu, shumë kom refuzu, por i kom zgjedh ato të cilat kanë qenë ma tepër në interesin tim të krijimit edhe të kontakteve edhe të bashkëpunimit. Sepse në çdo kongres, kur të mblidhesh me ata që kanë interesin e njëjtë në qatë lëmi, ti e zgjedh edhe ku mundesh me bashkëpunu që ajo ligjërate jotja me gjetë zbatimin edhe me fillu edhe ata me tu bashkangjit në atë grupë. Sa ma shumë që t'jemi, ma shumë ka me qene sukseshme. Të kjo t'ka ndimu edhe... Sikur një fmi, nona kur donë mas Italin bën që mas me rrit, ashtu është edhe pjesëmarrja në kongrese duke e u mundu që kjo që ka po bëj me u bo e përdorshme në mbar botën. Jo me mbet vetëm të ne 5, po me fillu zbatimin. Edhe mendoj që po ka sukses. Do më thonë, çdo ditë më vinë prej pacientëve të me që i kam edhe prej jashtë Kosovës. Sepse, kur pacientat të cilët lajmërohen për shembull në Londër dhe kanë pa mundur të marrin viza për Angli, jo të pa mundur, po kanë vështërsi, dhe ajo procedur me shku në qendrën në Londër, ju zgjat, me njëherë Londra i referon të ku mundën me ardhë pa viza. Dhe vinë pacientat prej mbar botës. Dhe gjithë ata, do me thonë, më dërgojnë linqe të gazetave, të publikimeve, të podcasteve, të emisioneve televizive, duke përmend punimet tona, punimet edhe të mia, i përmendin që pas ka fillu, ka suksese, të rezultatet, që ju rekomandojmë pra kush ka Hashimoto me fillu këtë trajtim. Sepse është problem global, nuk është tash veçte na, po është në barë botën është shtu. I personave me Hashimoto. Doktoresh, zakonisht si pacient ndjejmë siguri kur ndajmë rrëfimin edhe eksperiencen e dikujt, me që përballesh çdo ditë me sëmundje të ndryshme të komplet spektit endokrinologjik, por në specifikisht në tiroide dhe Hashimoto, cilat janë ato arritjet, rezultatet nga pacientët që vetëm e kanë bërë tash sa vite tek ju këtë trajtim me laser? Saranda është, do më thënë, unë e kom parë në përvojën time, që veç po bohen 20 vjetë, 21 vite, si mjek që punoj çdo ditë me pacient, mirë po edhe në studime. Do më thënë është evidence-based, ose bazuar në dëshmi, që përkundër faktit që ne ja japim dozën adekuate të levotiroksinës, dhe që në analiza na tregon që ajo dozë është të ja kompenzu mjaftueshëm hormonin në mënyrë artificiale të tiroidës, ata vazhdojnë me pas ankesa. Do me thonë, simptomat edhe ankesat vazhdojnë, dhe kjo është pa një ndërlidhje me autoimunitetin, me antitrupat.
dhe është pa që vetë autoimuniteti po i shkakton përkundër që niveli i hormoneve mrin normale, ata kanë me vazhdu me pas vështërsi në raport me qysh kanë qenë para se mu shfaq smundja. Këto vështërsi zakonisht mbesin, do të thënë përkundër nivelit që ti ja ke dhënë dozën sa i vyn, nuk duhet mi ashtu më dozën, as mi aull, ata, do të thënë këta persona kryesisht ankohen që shtojnë letë pesh e vështirë e largojnë. Është një prej ankesave, do të thonë kanë prirje shumë letë me shtu pesh. E kjo e rregullon qëtë problematikë? Të tjera, po i përmendi edhe ankesat të tjera, se s'do me thonë i njëjti person mi pas të gjitha. Do të thonë të tjera ankohen në kvalitet jo të mirë të flokëve. Do të thonë flokët ma të thata, ma të ralla, që nuk i kanë flokët mo që i kanë pas për para. Pastaj në tharje të lëkurës, në do më thënë jashqitje të ralla dhe të vështërsuara, pastaj ankojnë në lodhje të vazhdushme. Dhe përkundër që kretë analizat dalin mirë, në mazdite nuk e ndin mo vetën që janë vetvetja, kanë lodhje dhe kanë një turbullim mendjes. Do më thonë vështërsi në koncentrim dhe nuk e ndin vetën që janë më në gjendje me vazhdu dhe në fund ditës që shkanë vazhdu, që shkanë funksionu para dite. Haresa është edhe një prej karakteristikave që zakonisht ankohen. Dhe nëse e kombinoj të pacientat të cilët kanë fillu fotobiomodulimin, e kombinoj fotobiomodulimin me dozën adekuate të levotiroksinas dhe me ndryshimin e stilit të ushqimit dhe në përgjithësi jetesës, rezultati është fenomenal. Me të vërtet, ju ndrohet jeta dhe ju kthehet vetvetja që e kanë pas para Hashimoto's. Shumë e vërtet, ata që vuajnë nga Hashimoto e din që shpesh në pasqyre shikon edhe të merr malli për veten tënde, për energjinë tënde, për flokët që i përmende, për metabolizmin e shpejt, për menaxhimin e peshës, që unë e shoh, do të thonë që në peshore, kur më vinë në kontrollat rregullta, e shoh kur e bëj fotobiomodulimin në lëkurën e tyre, ndron ajo bëhet më e njohur, nuk është e thotë qysh ka qenë, mirë po e shoh edhe në disponimin e tyre. Janë ma happy, janë ma të lumtun edhe e ndin vetën ma të dobishëm qysh kanë qenë dikur. Nuk e kanë atë lodhjen e vazhdushme që vetë, do më do pacienti e thotë, po analizat kreti ko mira, unë e mazdite nuk jam vetvetja, nuk po muj mo me vazhdu, nuk po muj me funksionu. Kjo e stabilizon këtë. Dhe kombinimi i krejt këtyre, dhe për këtë edhe është me rëndësi që fotobiomodulimi me u bo prej endokrinologut, që i kombinon të gjitha këto, bën që me të vërtet këto vitet që jam të e zbatu, bën që ata me u kthy në vetvetja. As gjatë si procedur? Një seancë e fotobiomodulimit, varësisht do më thonë cila seancë është edhe sa i ka bo ma herët e krejt, zgjatë dikun prej 20 dhe 40 minuta. Unë e bëj vetë për momentin, sepse ende nuk kom fitu besimin që me alon dikujt tjetër. Edhe është krejtësisht jo invazive, është procedur krejtësisht e parezikshme dhe është japje e dritës mi dhon jetë tiroidës. Qa ditë kur bohet kjo trajtimi me laser që po flasim, mirët apo jo? Tableta hormone që krejt vazhdon normal. Krejt vazhdon normal. Edhe nuk është kur farë rezatimi, nuk është kur farë reziku, do më thonë unë e bëjë vetë, asë nuk mbrona, kur gjo kjo është dritë. Do më thonë i japim dritë tiroidës. Do më mujnë me bo 7 zonat? Në 7 zani nuk bëhet, jo për shkak se ka efekt keq, sepse edhe 7 zona del rezitet. Kur farë reziku nuk ka. Por nuk është e testume. Dhe kur është diçka që nuk është e testume, verifikume të 7 zonat,
Se eksperimentojmë. Nuk e eksperimentojmë. Me gjithse doktoresha do të marrë pjesë ende në kongresën e konferenca, do të jesh pjesë e këtyre të përditësumeve, inovacioneve që i cilë në Kosovë. Është shumë më rëndësi, sepse ata që vuajnë nga Hashimoto e dinë se sa vështire menaxhueshme është, shumë shpesh nuk duhesh, në fakt duhesh me stimulu veten me buzëqesh. Ata të cilët e kanë dhe përballën e dinë se si luhatet humori dhe energjia. Humori, disponimi është ai që te mund me thonë pjesa dërmuese e personave me Hashimoto e kanë një prej ankesave kryesore dhe fotobiomodulimi bashkë me terapinë adekuate, bashkë me edhe suplemente adekuate, edhe me korrigjimet e ushqimit. Thash që një prej faktorëve shumë të rëndësishëm te smundjet autoimune në përgjithësi, por edhe te Hashimoto si smundja autoimune e tiroidës, ushqimi është shumë i rëndësishëm. Dhe duhet të gjitha që ato që i dim, ndoshta do më thonë mas 10 vite do të kuptojmë edhe gjona të reja, por për momentin këto pi dim, këto pi zbatojmë. Me që e përmende doktoresh, sepse jemi edhe në minutat e fundit e emisionit, por është shumë rëndësishme që e përmende ushqimin, çka nuk guxojnë me konsumu pacientët me Hashimoto? Nuk është që nuk guxojnë, sepse ata e konsumojnë edhe vazhdojnë me jetu, por kvaliteti i jetës nuk është si duhet. Dhe studimet edhe të vjeçarit fundit kanë dëshmu që pacientët që janë privu prej glutenit edhe prej sheqerit, në përgjithësi karbohidrateve, por do më thonë konkretisht, shumë konkretisht sheqerit. Nëse e kanë largu prej menysë së përditshme, ka pas efekt jashtëzakonisht mirë. Do më thonë, një mënyre bile është në një libër që një prej endokrinologëve që mirët edhe me nutricion shumë, e ka shkru është gluteni edhe sheqeri janë sikur me i qitë benzin zjarrit te Hashimoto. Dhe me të vërtet këto e shoh edhe në punën time. Edhe në personat që fillojnë me i largu ato dhe ju bëj fotobiomodulimin në kontrolën tjetër vinë krejt tjerë. Do më thënë, të dyat bashkë të kombinume bëjnë mrekulli. E çka ju ndihmon, cilat ushqime? Ato që ndihmojnë, kryesisht anojnë ka ushqimi i detit edhe perimet. Çka është e mirë edhe për secilin. Po, absolutisht. Nëse edhe ne, pa pas Hashimoto, pa pas kur farë probleme tjera, anojmë ka ushqimi mediteran, kemi me pas jetë gjatësi ma të madhe. Kështu që nuk kërkohet prej tyre në një sakrifis shumë e madhe. Është mu kthy ka ushqimi shëndetshëm. Dhe kjo është diçka që është e vërtetume. Absolutisht. Unë po du me shpresu që nuk ka njerëz cilët nuk bojnë analiza rutinore dhe nuk e kanë diagnostiku problemin e tyre, por për me eliminu këtë rrezik, du me të pyet për fund cilat janë simptomat që një person mund të ketë Hashimoto dhe që duhet të lajmërohet te endokrinologu. Se a ka Hashimoto, a ka smundje autoimune tiroidës, nuk do me thonë veç në bazë simptomave. Do me thonë mundet mës me pas simptoma fare. Dhe mundet krejt rasisht, thash në analiza që ka bo, me i dalë antitrupat e rritun edhe me u paraqit të endokrinologu. Mirë po, nëse funksioni i tiroidës ka fillu me u ullë, edhe ka fillu me ra niveli i hormoneve të tiroidës që po prodhon. Pra, atër fillojnë ato simptomat e mungesës së hormonit. Dhe ato janë, dhe më thënë, përshkak se këto janë hormonet të cilat nuk veprojnë vetëm në një organ ose në një grup qelizave, po çdo qeliz e trupit është e mvarur, funksioni i çdo qelize e trupit është i mvarur prej këtyne hormoneve, atëherë atakon krejt sistemet, atakon çdo qeliz trupit, duke fillu prej thonit e deri te floku. Do me thonë,
mundet me pas ankesa edhe në funksion të zemrës, mundet me pas ankesa edhe në funksion të trurit, që do më thonë vinë prej sistemit nervor, mundet me pas edhe në sistem digestiv, do më thonë nuk është e kursyme asë një qeliz e trupit se për çdo qeliz nevojiten këto hormone. Dhe mundën me qenë edhe ankesat të lloj-llojshme, po të gjitha janë në drejtim të ngadalësimit të funksionit të qelizave. Do më thonë në një, fillon me qenë ma i deprimum, do më thonë ma në depresion, në dy, ma i lodhon, i përgjumon, bile thojnë, do më thënë, pacientat e tregon, thot, mas dite, unë veç këshyri jastë ku ka me ra, edhe me flajt. Pastaj, kanë një shqitje ma të ralla, shtojnë pesh për kundër faktit që ata po vazhdojnë me hongër njëjtë, me pas aktivitet njëjtë fizik. Kanë lëkur të thatë, kanë ramjet flokëve, tharje edhe të flokëve, po edhe ramje të flokëve. Pastaj, te femrat ka dhe çrregullim të ciklit menstrual. Fillon mës me qenë i rregullt. Femrat që pretendojnë shtatzani kanë vështërsi me mbet shtatzane. Dhe një prej paneleve të analizave që kërkohet te femrat kur planifikojnë shtatzani është obligative dhe hormonet e tiroidës, është një prej faktorëve që mundën me pengu fillimin e shtatzanis. Pastaj, mundën me pas çrregullim të ritmit të zemrës. Do më thënë, thot, pinisi ka përcime të zemrës. Këto janë ato kryesore, mirë po, asnjë qeliz nuk është e kursyme prej simptomeve dhe asnjë sistem. Që nuk duhet me prit, po e thamë, nuk duhet me prit simptome. Specifikisht në simptome, nuk duhet me prit simptome dhe njëherë në vit rekomandoj të gjithve që në analiza rutinore, cilat besoj që veç e kemi mrive disimin në atë nivel që njën vit duhet me bo analiza çdo person, duhet me u bo edhe paneli për tiroide. Po, paneli dhe hormonet për tiroide. Kur po ma bëni termin se ke gjatë simptomë. Falë ti, bënë me po. Ty t'kom prioritet. Saranda... A i të folë për mua për krejt pacienta, doktoresh, veç ta dim. Krejt pacientat i kom prioritet, mirë po sarandën e kom... Pre pacienteve... Sarandën e kom... Të edukume e ndëgjoj me korektin, doktoresh. Kontributi, jo pse të komike, por pse e qmaj kontributin tonë në shëndetësi. Faleminderit shumë. Do e thonë, kontributi jot në vetëdisim të populatës nuk duhet mu në qmu prej kërkujt në Kosovë, unë e qmaj veçanërisht edhe për ato të kom prioritet. Kom një prej njerëzve të veçantë në Kosovë. Faleminderit shumë. Ajo është reciproke, doktoresh, sepse përveç që je doktoresha ime, po ashtu je një udhërëfysi joni në këtë edukim që bashkë po e bojmë me shumë kolege tua që normal që jam e fatë që vjen edhe kontribonin në këtë ide time sa do të vogël humane që njerëz kur e shohin një intervistojnë, ok, unë kam qëtë probleme dhe po shkoj me trajtu e me shëru, e mesazhet falenderuese kur bëjmë biseda tilla janë ato që na bojnë me undi mirë, kështu që faleminderit që më ndihmon me arrit qëllimin. Ne kemi mision. Absolutisht. Po më duket e kum bë betimin bashkë me juve mjekve, one. Vetë se kum kry mjekësin. Faleminderit për kohën, doktoresh Venela. Faleminderit juve. Kënaqësi shumë e madhe me të pas. Presim prap. Me kënaqësi. Dashur miq, sidomos po e specifikoj ju që keni probleme me smundja apo probleme të ndryshme me tiroidin, e sidomos ata që kanë të diagnostikune tiroiditin Hashimot. E ndëgjua me vëmendje, ka shpres, të gjitha këto simptoma dhe vështirësi që në paraqiten krejt neve, përfshirë dhe mu në pjesën e pacienteve me Hashimoto, janë të përballueshme nëse njeki me korrektësi këshillat dhe udhëzimet e endokrinologut. Intervistën e plotë e gjeni në rrjetet sociale nëse keni dhënë në gjysmë të bisedës. Padyshim që nuk përfundojmë këtu, bashkë do të lëvizim nga kjo studio dhe do të shkojmë te kuzhina ku na pret nutricionistja dhe dietologja Albulena Shabani Lazi, e cila këtë herë është kujdes me na sjell një recetë virale që është në TikTok, por si gjithmonë, jo origjinalen,
por versionin e saj të shëndetshëm. Për çka fjala e shohim pas pak.